Sa shqiptar jetojnë në Britaninë e Madhe? Kjo është një pyetje prej $1 milion. Në fakt, jam në Oxford Street, në qendër të Londrës, kryeqytetit të Britanisë së Madhe. Sipas të dhënave zyrtare, komuniteti shqiptar në Britaninë e Madhe është prej rreth 200.000 vetësh, duke përfshirë kryesisht shqiptarët e Shqipërisë, por edhe ata të Kosovës dhe Maqedonisë dhe të Malit Zi. 70 deri 100.000 prej tyre jetojnë në Londër, pra këtu ku jam unë në kryeqytetin e Britanisë së Madhe, por asnjë prej të dhënave nuk është statistik zyrtare, sepse askush nuk di të thotë se sa realisht është komuniteti shqiptar në Britani. Historia e komunitetit shqiptar në Britani është histori kryesisht e viteve mbas 90-s. Para 90-s ka pasur një komunitet shumë të vogël, më pas pjesa më e madhe e komunitetit shqiptar mbriti në vitet 97-99 gjatë luftës Kosovës, madje edhe shumë shqiptar të veriut, të cilët u regjistruan si shqiptar të Kosovës dhe ende sot janë me dy identitete, me atë të vërtetin që kanë sjellë nga Shqipëria dhe atë tjetrin me cilin janë regjistruar për dokumentat britanike. Më pas, nga pas viteve 2000, pati një numër shumë madh të afërmisht të komuniteti që mbritën në Britani edhe përmes kamionëve dhe përmes gomoneve, duke u kthyer një problem për Britaninë e Madhe. Komuniteti shqiptar në Britani është i 4-ti ose i 5-ti në botë, mbas atij të Italisë, Greqisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe hahet me Gjermaninë, por ndërkohë shqiptarët kanë numrin më të madh të burgosurve të huaj në burgjet britanike. Sidoqoftë, sot ata janë një pjesë vitale e ekonomisë britanike.